shpirtin e votës shqiptare, ai ta përfaqësoj. Nga data 22 prill ka nisur edicioni i 5 i panairit mbar kombëtar të librit akademik dhe shkencor që zhvillohet në ambientet e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Aktiviteti organizohet nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë dhe Qendrën Kombëtare të Librit dhe Leximit. Në kuadër të panairit është prezantuar dhe studimi historiografik Lëvizja revolucionare kombëtare shqiptare dhe maqedonase në rrjetet e diplomacisë sovjetike i autorit Mehmet Prishtina. Studimi trajton ndikimin e diplomacisë ilegale sovjetike në lëvizjet revolucionare shqiptare dhe maqedonase në periudhat e viteve 1922-1928, duke sjellë në vëmendje çështje pak të trajtuara më parë në historiografi. Promovimi i veprës sime me titull Lëvizja revolucionare kombëtare shqiptare dhe maqedonase në rrjetet e diplomacisë sovjetike në periudhën e vitit 1922-1928, përkon me ditën ndërkombëtare të librit. Ky përkim simbolik i jap këtij aktiviteti një dimension të shumëfisht, me jehon për te hapësirës kombëtare. Panairi synon të forcojë bashkëpunimin akademik dhe të promovojë kërkimin shkencor në hapësirën shqiptare. Intelektuale luma me profesor Shekqet Hoxha, profesor